Përshëndetje për juve në studio gjithë stafin. Babe, je modeli e mi jetës. Je njeriu që më mëson çdo ditë me shembullin tënd. Faleminderit shumë për gjithçka, për dashurinë, respektin edhe kulturën që ti na e ke dhuru dhe na e ke mësu gjatë gjithë jetës. Jam përjetësisht mirënjohës. Të dua shumë. Një mesazh i bukur nga Adioni. Adioni, do më thonë sa thash edhe unë që jam absolutisht njeriu më i lumtur në botë që fëmijët i kam në rrugë të duhur, për krahën time do ta kenë gjithmonë, edhe ky mesazh mendoj se flet botë. Cili ka qenë mesazhi ose këshilla që ja ki jap Adionit, pse kemi pa që ka fillu edhe ndoshta po ecë në rrugën tënde në muzikë? Unë një të këshilla e humonë si Albionit, i cili është edhe në këtë profesion si Albonit, i cili ka qenë futbollist edhe vazhdon të jetë pra futbollist, si Adionit, si Jonit, të gjithëve domethënë pa dallim. Këshillat e mia gjithmonë kanë qenë të drejta, ashtu unë mendoj, edhe kanë rezultuar pozitiv deri sot. Për krahën time do ta kenë në çdo aspekt, mirë po në këtë profesion, për krahën ata duhet t'ia japin secili vetvetes, sepse duhet me u kriju vetë, sot ka me gabu, nesër ka me marrë përgjegjësinë me përmirësu gabimin që ka bu dje për shembull është gjithmonë po flasim për skenën edhe punën që e bëjnë, kështu që në këtë drejtim jemi shumë okej. Nuk kam dashur asnjëherë që fëmijët e mi t'i them shkoni se e keni babën kështu edhe baba ju për krah ose për hatër babës, absolutisht jo. Jo vetëm fëmijëve të mi, po kam apeluar gjithmonë që mos i merrni fëmijët në qafë. Let promovohet vetë për krajën gjithsesi, morale, financiare, mediale, gjitha tjerat, mirë po në skenë duhet vetë me konë. Kështu që kjo është përësia jame për fëmijët e mi mas pari, edhe për gjithë fëmijët e botës kudo që janë, që kanë talent, mos me ju përzi, sepse unë e kam kam metë shumë një san i kesh që se më me thonë. Në kohën sa kam qenë në klubin futbollistik Prishtina 19 vite, kam kalu me mija fëmijë shkollës futbollit. Edhe pikërisht shkaku i prindëve të cilët nuk e kanë kuptu drejt, i kanë marrë në qafë fëmijët e vetë. Sepse nuk mund është të me thonë fëmijët 10 vjeçar. A ja imponojnë pak futbolin? Si? Prind, a ja imponojnë fëmijëve pak futbolin? Shumë, ato po do me thonë që ja kanë imponu dhe faktikisht për thonë popullor që i kanë marrë në qafë, sepse nuk ketë drejt ti se prind me thonë një fëmijës 10 vjeçar, bravo babe ti e Messi. Dhëtë me gjithë format mira, sepse a është në një moshë që se kupton dhe kujton që për e me është më e miri. Edhe se cili prind normal që veç fëmijën e lejon me konë mi vetën. Po në këtë drejtim e kam në një momentum t'hidhur, sepse shumë futbollista që s'pëdu tash me përmanë me amën, kanë qenë ndoshta talentat më të mirë në trojë shqiptare, po pikërisht janë prind ata të cilët ja u kanë shkurtu komët, në qëse me më shprej ashtë.